Ministria e Drejtësisë ka organizuar në Vlorë tryezën e radhës për konsultimin publik të kodit të ri penal përmes një postimi në rrjetet sociale. Ministria e Drejtësisë ka theksuar se kontributet e dhëna nga gjyqtarët, prokurorët, avokatët, noterët dhe përmbaruesit gjyqësor kanë një vlerë të çmuar e do të reflektohen në përmirësimin e përmbajtjes së draftit. Sipas Ministrisë së Drejtësisë do të vijohet me organizimin e tryezave të tjera dhe diskutimeve të gjera publike për të marrë ekspertizën më të mirë që duhet për një kod penal modern dhe sipas standardeve të Për draftin e kodit të ri penal janë parashikuar të zhvillohen rreth 25 tryeza konsultimi publik. Drafti i parë i kodit të ri penal u paraqit më 25 korrik pas një pune disa vjeçare nga një grup ekspertësh i udhëhequr nga drejtori i shkollës së magjistraturës, profesor Arben Rakipi. Drafti u hodh për konsultim nga Ministria e Drejtësisë me aktorët e sistemit të drejtësisë, partnerët ndërkombëtar, universitetet, shoqërinë civile, mediat dhe qeverinë si pjesë e angazhimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe një domosdoshmëri për forcimin e shtetit të së drejtës.